I penduari i drejtësisë Artan Tafani dëshmoi për herë të parë në gjykatën e posaçme, duke zbërthyer krime të rënda që prokuroria ja atribuon Laert Haxhiut dhe grupit të tij. Tafani, që u arrestua për grabitje me armë të një pike këmbimi valutor në zonën e Astirit në Tiranë, bashkëpunoi me SPAK për të hedhur dritë në 17 ngjarje të rënda. Sot ai rrëfeu ekzekutimin e bujshëm të biznesmenit Selim Çajupi në Tepelen në 2021, një porosi kjo sipas tij e marrë nga kreu i grupit të strukturuar kriminal Laert Haxhiu. Pasi mori porosin, Artan Tafani tregon se si e kreu vrasjen e Selimit. Kisha mas Covidi, një kapele, po më shikonte dhe pati si dyshim. U fut në hyrje të pallatit. Ai u ngjit tek kati i parë, i dytë. Unë isha mbrapa tij. Ishte qeros dhe unë e dija dhe rrobat që kishte veshur atë ditë, të kuqe. Aty e qellova nga mbrapa, 3 herë e shkrepa, e qellova, 1 herë në shpatull dhe 2 herë të tjera, por se di ku e kapi. Ika me vrap për nga burgu i Bënçës. Rash në Caferra, aty si jashtë qytetit, armën e kisha me vete. Zastava ose bereta e vogël me silenciator. S'po gjeja rrugicën që të dilja, sipas planit, duhet të dilja tek lumi Vjosa, ku do vinte Ligori. Tafani thot se për të kryer vrasjen u pagua. Armën e hodha në Vjos. Na kishte thënë Laerti si të vepronim edhe me celularët dhe rrobat. Rrobat i dogjëm në një fuçi, pastaj vazhduam rrugën për Memaliaj. Hipëm në një furgon të rastit dhe u nisëm në Tiranë. Rrugës tha Laerti që Ligori të ikë në Korçë. Unë ika në Tiranë tek Laerti. Për vrasjen mora 25.000 euro pas një jave, kurse Ligori nuk i mori, nuk ja dha Laerti. Ligori mori në celular Laertin dhe i tha se Klisman Xhaferi ka fol në celular me dikë për punë malli. Neve, si që ishim tek hoteli, na tha Laerti, qohuni se do ikim në Korçë ta vrasim. Laert Haxhiu u ekstradua nga Greqia në korrik të vitit të shkuar.